Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, siç e kemi bërë traditë të dielën pas Pashkës, rilexoj mesazhin e fort lumturisë së tij Joanit, kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Paqja e Krishtit të ngjallur në një botë të trazuar. Klerit dhe popullit shprestar, bij të shtrenjtë me Zotin. Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur u shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi, as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe urdhëroi ata që bota nuk mund të jap kurrë, paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndis që ka përcen çdo mendje, një paqe të thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriut me Zotin dhe pastaj shtrihet në të gjithë njerëzit. Sot bota është e trazuar, luftërat të përgjakshme vazhdojnë të shkaktojnë në vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Ky nuk është thjesht një urim mirësjelljeje shoqërore, por është një realitet ontologjik. Vdekja u mund, dhe nëse u mund vdekja, atëherë çfarë mund të na trazojë më? Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndis brenda problemeve. Mbi kryqin e Golgothas, Krishti u përball me të gjitha pasionet e njerëzimit. Lakmia e parave e tradhtoi nëpërmjet Judës. Smira e dorëzoi te Pilati. Pushteti i trembur dhe i korruptuar e dënoi. Krenaria e talli, urrejtja e gozhdoi në kryq. Të gjitha pasionet shpërthyen mbi të me tërbim, sikur bota të donte ta vriste vetë Perëndin. E megjithatë, në kryq, pikërisht atje ku ligësia mendoi se triumfoi, Krishti nuk kërkoi hakmarrje, ai thirrni: "O atë, fali ata sepse nuk dinë ç'bëjnë." Me këto fjalë nuk mundi thjesht vdekjen, mundi rrethin vicioz të ligësisë, mundi logjikën e hakmarrjes që ushqen çdo luftë, çdo urrejtje, çdo përplasje të errët në histori. Ngjallja dëshmon se dashuria është më e fortë se vdekja, se falja shkatëron të keqen, ndërsa hakmarrja e shumëfishon atë. Krishti i ngjallur nuk erdhi të ndëshkojë kryqëzuesit e tij, erdhi t'i shpëtoi dhe t'i paqtoi. Dhe kjo është fitoria më e madhe në histori. Në kohën që jetojmë, po përballemi me një formë të re vdekjeje, mpirjen e indiferencës, ngurtësimin e zemrës, tharjen shpirtërore të një shoqërie që harroi Perëndin, jo sepse i u ndalua, por sepse zgjodhi ta injorojë atë. Përplasja e bindjeve të padukshme vazhdon të shkatërrojë jetë të dukshme. Çfarë i vlen njeriut në fitoftë të gjithë botën, na thot Krishti, nëse u mbet shpirtin e tij. Këto fjalë janë më aktuale se kur. Jetojmë në një epokë ku njeriu ndjek pa pushim të mirat materiale, sigurinë, statusin shoqëror, dhe megjithatë ndihet më i zbrazur, më i vetmuar, më i paplotësuar, më i shqetësuar se kur. Ndërsa ngjallja na zbulon një të vërtetë të madhe, kush ka Krishtin në zemrën e tij nuk i mungon asgjë. Dhe jo vetëm shpirtërisht, Zoti që u kujdes të ushqej 5.000 vet me 5 burra, Zoti që shndërroi ujë në verë, Zoti që tha: "Kërkoni më parë mbretërinë e Perëndis dhe të gjitha këto do t'ju shtohen." Ky Zot nuk i le fëmijët e tij pa gjërat e nevojshme. Ai kujdeset edhe për trupin, edhe për shpirtin.
Jep edhe bukën, edhe paqen. Plotësia nuk gjendet në grumbullimin e pasurive, por në lidhje me krijuesin. Vetëm tek ai mund të gjejmë paqe, sepse vetëm ai është paqja jonë. Ne e dim çfarë do të thotë ngjallje, jo vetëm teorikisht, por nga përvoja e jetuar. Kisha jonë ortodokse kaloi Golgothan e saj. Për dekada me radhë u përpoqën të asgjesonin çdo gjurmë besimi. Kishat u shkatëruan, klerikët u martirizuan, fjala Perëndie u ndalua. Kisha duke e vdekur, e varrosur në një varr dhe e vullosur. E megjithatë, ajo u ngjall, guri u rrokullis, besimi lulëzoi përsëri nga rënoja. Kishat u rindërtuan, komunitetet u rikrijuan. Kjo nuk ishte arritje njerëzore, ishte fuqia e Krishtit të ngjallur që vepron brenda historisë. Kisha bën thirrje përsëri për ngjallje, këtë herë për ngjalljen e çdo shpirti. Krishti i ngjallur qëndron sot para nesh, si qëndroi para Thomait dhe na tregon plagët e tij. Nuk i fsheh, nuk i heq, i mban përgjithmonë mbi vete, si dëshmi e përjetshme dashurie. Këto plagë thonë, kaq shumë të desha, sa që pranova dhimbjen më të rëndë për ty. Çdo person, çdo shpirt është aq unik, aq i papërsëritshëm, sa që Perëndia do të vinte edhe sikur të ishte vetëm për një njeri. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri: Krishti u ngjall dhe jeton. Dhe nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. Dhe nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndjekja nuk mund të na ndajnë nga dashuria dhe paqja e tij. Dita e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, shkruan Shën Joan Gojarti, është themeli i paqes, sepse nga ngjallja e Krishtit vjen paqja e Perëndisë. Ngjallja dhe paqja e Perëndisë nuk është një dogmë abstrakte, por një thirrje personale. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju me të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërohet nga urrejtja, lakmia dhe egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj, thot Shën Serafimi i Sarovit, dhe mira njerëz rreth jush do të shpëtojnë. Sepse nuk ka paqe aty ku është e keqja, por vetëm aty ku është i pranishëm Perëndia. Le ta gjejmë këtë paqe të Perëndisë në zemrat tona dhe pastaj ta përhapim atë kudo së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe u dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Me dashurinë e Zotin e ngjallur, Johani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë.